mundshme dhe ndajnë gjitha tortat e mundshme. Ndërkohë që qytetarët, në ata që realisht kanë një ndjesi për vendin, janë ato që dalin dhe thonë fjalën e tyre pa që nevojë të trashtohen me partitë politike. Se nuk është ky realiteti, realiteti i Shqipërisë nuk është OPS-OPD. Realiteti i Shqipërisë është realiteti i qytetarëve që jetojnë për diçmërinë. Dhe ata që jetojnë për diçmërinë, jo detyrimisht duhet të jenë OMPS në MPD. Okej. Megjithatë, për sa i përket reformave të mëdha, kemi ndonjë lajm këtupi? Ta bën reforma më të madhe më. Reforma më e madhe që ka ndodhur të kaloi dhe ishte vënia në zgjedhjen e komisionit Xhafa gjithë sistemi drejtësisë. Kjo ishte reforma. Si është kjo? Kjo reforma, kjo ishte reforma ishte që duke kaluar të gjitha rezolutat që do dalin ty për sistemin e drejtësisë do dalin nga komisioni Xhafa. Në praktikën parlamentare funksionon në këtë formë. Çdo institucion i pavarur kushtetues. Po rezoluta janë ato çfarë peshë kanë? Rezolutat janë detyruese. Rezolutat si? Rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë për institucionet kushtetuese janë detyruese sepse lënë detyra. Ja një sekondë se që nga e rëndësishme kjo. Po thuaj që ka kaluar kjo se kjo u kalua pa vëmendje. Në rregullorja e parlamentit. Ajo rregullori që miratu me 100 Çka ka kaluar aty? Atëherë, në rregullorin e parlamentit ka dy element. E para punës, institucionet e pavarura nuk relatojnë më në seancë plenare. Relatojnë vetëm në komisione. Por hileja nuk është tu, hileja është relatohet ke komisioni ligjeve. Por rezolutën nuk e përgatit komisioni ligjeve, por përgatit komisioni Xhafa. Dhe ai është komisioni i cili lë detyra gjitha institucioneve kushtetuese se çfarë duhet zbatojnë në vitin e ardhshëm kalendarik. Dhe ky është kjo s'është detyruese. Është po detyruese rezoluta e Kuvendit, si që ka Kuvendi është organi suprem i Republikës së Shqipërisë. Jo mund të ndërhyjë. Po pse thua Xhafës pastaj? Komisioni që drejtohet nga zoti Xhafa. Komisioni mund të bëjë një projekt rezolutë do ta miratoj parlamenti. Në parlament janë gjithë në parlament. Në parlament, ajo që shkon nga komisioni Xhafa do ta rishikojnë këta seancës plenare, se këta janë njerëz me fond. Ka njerëz të pavarur. Po shqetëson kjo, po çdo më thënë për shembull, çfarë do t'i thoshte Spakut një rezolutë ta zëm? Në rezolut, duhet kryesh 1, 2, 3, 4, 5 veprime vitin që vjen më. Ke rezolut me... Spaku ka ligj, s'ka rezolut, kush po pyet për rezolutu? Ate, kuptojmë... Dhe jo, se më duke jo, ose se kemi kuptuar në reformën. Tani, si mund të... Spaku ka ligj... Më lër të ta shpjegoj në këtë formë. Organi më i lartë në Republikën e Shqipërisë është parlamenti. Dhe parlamenti ushtron funksionin e kontrollit kushtetues mbi të gjitha institucionet e tjera të Republikës së Shqipërisë. Edhe kjo është formale. Dhe parlamenti nëpërmjet instrumenti, jo, nuk është formale. Formale? Jo, nuk është formale. Po pse parlamenti e kontrollon shërbim informativ për shumë se zero? Po kontrollon. Që s'kemë të kontrollon shërbim informativ? Ka një aktivitet që askush të di çfarë punë bën. Ka komision sigurisë kombëtare, po ti kontrollon gjithë ditë gjithë natën. Nuk i thotë heto. Dëgjoj një sekondë, se çfarë nuk bën parlamenti, më thon çfarë thot ligji. Ashtu është. Çfarë nuk bën parlamenti është historinë vete. Tash parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka një instrument detyrues për të gjithë organet e pavarura kushtetuese përveç ligjit. Dhe i thot, jo më kot, pse shkojnë relatojnë Kuvendit ato? Kot për sport, shkojnë relatojnë që Kuvendit, miratojnë rezolutë i thot, vitin që vjen do bësh 1, 2, 3, 4, 5 detyra. Dhe merren shikojnë rezolutat e viteve paraardhse, se si janë të relatuar, çfarë detyrash i lihen gjithë organet kushtetuese. Asgjë s'ka bër. Organet kushtetuese. Po jo, se nuk është kështu. Nuk është kështu. Se kur vjen ai që relaton për detyrat që i ka lënë Kuvendi vitin paraardhës, nuk relaton kot najer. Pavarësisht se tu kthehet në Karagjozllëk seancë plenare. Por në komision devijohet biseda. Ai relaton mbi detyrat që janë lënë me rezolutën e vitit paraardhës. Dhe duke e futur këtë në çfarë ndodh? Çfarë do të ndodh praktikisht? Do t'i lërë komisioni në rezolutë funksione detyra që Spaku nuk do t'i bëj. Kjo do të jetë dritarja për të ndryshuar ligjin pastaj për ta detyruar Spakun me ligj të kryej ato detyra që ti në rezolutën e Kuvendit nuk i ke bërë. Ka që rëndë është ka që thjesht. Jo, nuk është rënd kjo. Nuk është rënd sepse Spaku aty ka patur forcët e pavarësia, se po i the ti bë këtë. Atëherë shiko rezolutat paraardhëse. I pavarur jo nga ligji. I pavarur për një çështje konkrete që po heton. Po jo nga ligji. Ligji është ligj, do ta zbatosh ligjin, kushdo që ti jesh, edhe Spaku. Spaku do të zbatojë ligjin. Se ndryshe kudo Kongresi Amerikan për shembull, para Kongresit Amerikan, tëra llojt e institucioneve janë, domethënë, gatitu edhe të bëjnë gjemën. Pse organi legjislativ ai është kryesori në këtë vend. Pse është vullneti i popullit. Edhe duke qenë vullneti i popullit, ti imponon, po këtu tek ne nuk e ushtron funksionin. Ky vullneti i popullit, ky organ legjislativ ka kompetenca të jashtëzakonshme. Spaku sot është jashtë kontrollit. Është jashtë kontrollit, jashtë çdo lloj kontrolli. Spaku nuk varet askush. Na del me kundërshtim me kryeministin, se kryeministi do të thotë, lutem. E jona. Është jashtë kontrollit. Po si që ka jashtë kontrollit? Po është, na kush varet?
Nga kush varet? Nga KLG-ja, nga ligji. Nga kusha? Nga parlamenti, KLG-ja, ligji parlamenti. Jo KLG-ja, KLP-ja. KLP-ja s'ka absolutisht asnjë lloj funksioni mbi SPAK. Absolutisht asnjë. Po pse duhet ta ketë një dikush? Prokurori i përgjithshëm s'ka lidhje fare me të, po ka ngelur hije kot, domethënë. Avokat, pse duhet të ketë dikush? Ka ndërtuar kryeministri Hoxha Dashur. Nuk ka. Po pse duhet të ketë ai po funksionon shumë mirë. Edhe një herë, nuk ka organ në këtë vend apo kudo në botë, edhe në vendet e Bashkimit Evropian e të tjerë, kryeministri i parlamenti. Si rregull do të duhej ta. Po prandaj po them, pra problemi është që të tërë kanë një kontroll, po nuk pati një institucion, një kontroll, ai nuk është shtet më. Se jam në minutat e fundit. Në këtë aspekt, neve i lëm jashtë kontrollit, sepse parlamenti nuk e kemi në rolin e duhur. Po ta kesh në rolin e duhur parlamentin, ke në Shqipëri edhe shikje thatë juve, ke në Shqipëri edhe prokurori, ke edhe gjykata, se të bën gjemën parlamenti. Po parlamenti orë e ka marrë... Tu e ka fajnë opozita. Që ka pak... Tafani, kjo evokimi i Ramës për PD-n, si e lexoni? Këtë është marketingu i PS-s, po të shikosh, është ajo bindje që kanë gjithë ata të PS-s, që PS-ja është më e mirë, PD-ja është fshatare, PD-ja është maloke, PD-ja është prapambetur, PD-ja është kriminele, është e dhunshme, kjo është një narrativ që është ngritur që në 91. Që në vitet 90, po. Por realistet ashtu kanë bërë